fatkeqësisht ka ndodhur. Janë paragjyku, po thua nga shoqëria jonë? Po, shumë nga shoqëria, sepse asnjëherë nuk e kanë kuptuar idealin tonë. Realisht ne femna, se unë i kam pas edhe 3 shoqet, të cilat i kanë pas ka 17 vjet, edhe kur unë nuk e di a ka mujt me kuptu dikush çfarë mendësie, çfarë ideali kemi pas na, që kemi mendu sa të reja për çlirimin e Kosovës, edhe qëllimi jonë ka qenë vetëm ajo, çlirimi i Kosovës, nuk ka pas mendim tjetër. Ndërsa na jemi paragjyku në atë pjesën më të keqe të mundshme, se kanë mendu se na kemi shku në mal, edhe aty janë krejt meshkuj, edhe nuk e di se që kanë mendu se pse kemi shku. Nuk e kanë kuptu mënyrën tonë, idealin tonë që na e kemi pas. Dhe me thonë, vesh një vedije shumë e lartë du të me kuptu idealin e një 17 vjeqare, nëse na sot e bëjmë krahasimin me 17 vjeqarët sot, ose 18 vjeqarët sot, mundi me kuptu në atë ko, me krahasu me 17 vjeqarët sot, kemi qenë akademik. Dhe vesh një mendje shumë e ollë, shumë e ndritën, mundet me në prishur, mundet me mendu të kundërtën. Po, kemi qenë paragjykune fatkeqësisht. Unë kam pas fatin që e kam njohur bashkëshortin tim, sepse ka edhe shumë veteranet luftës, cilat janë martu, po ju ka vjedh liria pas luftës, për cilat nuk kanë guxim me dal as në media, nuk kanë guxim as me tregu që kanë qenë veteranet luftës, kështu që unë e falenderoj bashkëshortin tim që më ka dhënë këtë liri, edhe unë thjesht kam luftu për liri dhe sot jam e lirë. Me bashkëshortin ju bët edhe prindër të 3 fëmijëve. Po. Më shpalos pak emocionet e ardhjes në jetë të fëmijës të parë. Si i përjetuat? Po, me të thonë drejtën, kur unë e kam lind djalin e parë, nuk kam qenë mirë vetë personalisht me shëndet, edhe më vjen shumë keq se nuk kam mujtë me shiju ato momentet e para mas lindjes. Edhe djalin ma kanë sjellë mas 3 ditë, se nuk kam qenë vetë mirë me shëndet, edhe normal, po ndryshon jeta brenda 24 ore, është emocioni pa përshkru. Të ndryshon edhe mënyra, ashtu thonë të paktën, që gjithçka bëhet më pas dytësore për të tjerët. Unë kam një shprehje që gjithkuj e thamë, që janë 3 gjona që brenda 24 ore të ndryshen jetën. Gjëja parë është martesa, në momentin që martohesh me të vërtet ndryshon jeta brenda 24 ore, në momentin kur ti bëhesh nanë, ndryshon brenda 24 ore, edhe në momentin kur e humb dikan që e ki për zemër, edhe ajo ndryshon, nuk je mos si qysh ke qenë. Je prekur nga këto humbjet që të kanë ndryshuar gjatë jetës, edhe nuk je mos si që ke qenë për shkak një humbje? Po, jem prekur. Dhe po konsideroj që është e pa zëvendësueshme humbja e dikujt apo ikja e dikujt në atë jetë, por Bleron, na e dim që të gjitha presim vdekjen. Po më varet se si vjen vdekja, edhe më varet si e jeton derisa të më rinjtë vdekja. Unë e kam humbë një njeri, një antar të familjes, vllajin tim 36 vjeçar, i cili ka qenë invalid, nuk ka ditë as me fol, as me hec. Edhe ajo është që, dhe me thonë, nuk më banë kur më konë njëtë që shkam qenë, se nuk ka pas jetë. Thjesht, a i ka qenë në botë, si një njeri, mirë po, ajo është që nuk më banë më kur më konë jetë. Ke qenë shumë e lidhur me te? Po, të gjithë familja kemi qenë të lidhën. Ka qenë pika jone e dopte e krejtë familjes. Si mundohesh sot me mbajt kujtimin për të, ose me mbajt atë afër, me kujtu, me qenë gjithmonë prezent në jetën tënde? A e din, Bleron, gjonat e vlefshme nuk i tregojsh kërkujna. Unë ato e mbaj si një diamant, që e mbaj veç në zemër dhe nuk i foli kërkuj, se sërë të foli për ato emocionona. Edhe është gjoja ma e shtrejta jemja dhe nuk du mja të regu kërkujna. Totalisht e kuptueshme. Më fol pak për emrat e fëmijëve. Si ja keni vendos, a ka ndonjë histori prapa ndonjërit prej emrave, ja po më thonë që kemi edhe fotografit? Po, djali madh e ka emrin Mejdi,
e thirrim Edi, e ka emrin e trashëgum të kunatit, për arsye se edhe ai ka vdekë i ri në moshën 26 vjeçare, edhe në momentin që unë kam ngel shtatzan, bashorti ka thonë, nëse është djalë, a kemi ja lënë emrin, edhe unë ja kom lënë emrin. Edi është një djalë që mban krenare, është tash në vitin e 4 në Ankara, do të bëhet një gastronom shumë i mirë. E ka marrë nga ti apo nga bashkëshorti? Jo, nga gjyshi. Nga gjyshi, për arsye se familja ime ka një restorant në Vërmic, restoranti Mifabeli, ndoshta e keni ndëgju, edhe ky ka shku si 13 vjeçar me ndihmu, edhe realisht prej aty i ka pëlqy edhe gjithmonë ka dashur me shku në gastronomi, fatmirësisht e ka fitu bursën vitin e parë, edhe që 4 vite e gjysë është në Ankara. Kur të na kthehet në Kosovë, do vim edhe t'i shijojmë ushqimet e Po, tij. patjetër, po besoj që edhe studimet kam i përfundu aty, se veç për shkollës mesme është, e tash edhe studimet po besoj që kam i përfundu, edhe sigurisht që... Apo të mungon shumë? Shumë. Dëgjoj, të paktën zakonisht fëmijët kur shkojnë në studime jashtë vendit, nanat mbesin të pyet, a ke hongër apo ke çka me hongër? Për të besoj që ke problem ushqimi. Një përparësi është që është pjek shumë, ndoshta ajo vetëmia... Dhe pse i vogël në... Po, ajo vetëmia ndoshta e ka bë më të fortë, më të pjekun, edhe unë jam shumë e sigurt që besëm Bleron që nëse sot kishë më kthy, unë kisha më ja lënë me menaxhu shtëpinë.